Zoti kryetar, sot në këtë sallë u cituan emra nga galeria shëmtuar e disa diktatorëve dhe unë mendoj se përmendja dhe turprimi i tyre publik është një ndihmë për kombet e shtypura. Ndaj dhe unë duhet fanoroj kryetarët e grupeve parlamentare të Asamblesë së Këshillit të Europë, si dhe drejtues të kësaj asambleje, të cilë në një vendim mbështetës për shqiptarët, pas fjalimit të stilit alla Gedaf që mbajti në këtë sallë të nderuar narkodiktatori i Tiranës Edi Rama, i anulluan atij të gjitha takimet dhe drekën zyrtare. Por unë sot, me që diskutohet për monitorimin dhe zgjedhjet në Shqipëri, jam i detyruar t'ju paralajmëroj se Edi Rama, i cili rëndom tashmë quhet Ramaduro apo Noriega i Europës, paraqet aktualisht me qeverinë e tij një rrezik real serioz, jo vetëm për shqiptarët, por dhe për kombet tuaja. Kjo sepse klanet shqiptare të drogës të lidhura direkt me të janë sot sipas UN-it eksportuesit më kryesor të kanabisit dhe aksionerët më kryesor në tregun e kokainës dhe heroinës në Europë. Ata janë përgjegjës për 65% të tregut të kokainës në Britaninë e Madhe, 36% të tregut të kokainës në Gjermani. Ata kanë sjellë në Rotterdam dhe në Antwerp ngarkesat më të mëdha të kokainës në memorien e këtyre vendeve dhe të Europës. Shqipëria sot është parajsa e parave të trafiqeve të tyre kriminale. Vetëm pas farsës elektorale të 11 majit, Edi Rama ka firmosur për këto klane 450 leje ndërtimi për qindra kulla, ndërtesa dhe resorte turistike si shpërblim për ndërhyrjen e tyre të fortë në zgjedhje. Narkodiktatori i Tiranës është një rrezik i madh për vendet tuaja, pasi së fundi në saje të dhënave të institucioneve ligjvendëse të një vendi partner, është zbuluar se Ergys Agasi, koordinatori kryesor i tij për klanet e drogës, kishte vënë me lejen dhe dieninë e tij në kontroll total Agjencinë Kombëtare të Teknologjisë së Informacionit, në të cilin vetë kreu i ekzekutivit nëpërmjet baxhanakut të tij ka garantuar qindra milion euro, por ajo që përbën kërcënim madhor për vendet tuaja është se Ergys Agasi ka eksportuar drejt karteleve të drogës, por dhe armiqve të NATO-s, të gjitha dhënat sekrete të depozituara në serverat e kësaj agjencie. Ndaj dhe unë sot njerëzisht kërkoj para jush ndihmën tuaj të informoni parlamentet e vendeve tuaja për këtë rrezik vërtet real të sigurisë tuaj në disa aspekte. Faleminderit.